Atëherë, demokracia në veprim ka pasur të angazhuar rreth 100 vëzhgues të shpërndarë në secilën prej 38 qendrave komunale, të cilët kanë monitoruar mbarvajtjen e procesit dhe rregullsinë e numërimit të votave të kandidatëve në veçanti. Të dhënat nga tereni tregojnë që përtej gabimeve minore njerëzore të evidentuara edhe në raportet e KQZ-s, nuk ka pasur asnjë parregullsi serioze e cila do të mund ta cënonte integritetin dhe vlefshmërinë e procesit, siç e kemi pasur rastin pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit kaluar. Kësaj besoj që tashmë është e qartë që procesi i numërimit ka prodhuar në radhë të parë rezultate të sakta e kredibile, dhe së dyti, element tjetër me shumë rëndësi është që këto rezultate duke që reflektojnë pothuajse në plotni vullnetin e shtetarëve sa i përket zgjedhjeve të mbajtura me 7 qershor. Normalisht, kandidatët që kanë qenë pjesë e garës kanë pasur të drejtë dhe kanë të drejtën ligjore për të parashtruar ankesë, qoftë edhe për një numër të kufizuar të votave, por ajo çfarë ka rëndësi është që tashmë është krijuar një lloj precedenti nga ana e PZAP-s edhe në ciklet e mëparshme zgjedhore, sa i përket nivelit të provimit që duhet bëhet sa i përket parregullsive eventuale. Dhe në këtë drejtim besoj që vendimet e PZAP-s dhe të Gjykatës Supreme për ankesat paraprake, pra jo këto që i patëm tashmë së fundi, do të shërbejnë si bazë për vendimarrje edhe në raste që potencialisht mund të parashtrohen pranë Gjykatës Supreme deri nesër kur përmbyllet afati 48 orësh. Kësaj besoj që nëse jo gjatë kësaj fundjavë, më së voni në ditët e para të javës së ardhshme, mund të ketë vendimarrje nga ana e PZAP-s e Gjykatës Supreme që është hapi i fundit për mbyllës drejt certifikimit të rezultateve zgjedhore, e që si i tillë përbën pastaj hapin krucial besoj unë në procesin e formimit të institucioneve, sepse pas certifikimit të rezultateve zgjedhore do të fillojnë të rrjedhin afatet për formimin e institucioneve, në veçanti për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit dhe për zgjedhjen e qeverisë e normalisht edhe për konstituimin e kuvendit, me këtë të fundit që është kushti kryesor pas së cilit fillon të rrjedh afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit dhe afate tjera përkatëse për formimin e qeverisë. Meqense Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit është afat definitiv dhe absolut në kuptim të obligimit që kanë deputetët për ta përmbyllur atë si procedurë, me afatet zakonisht që marrin 1 deri në 2 javë për përgatitjen e seancës e elementet të tjera, besoj që java e tretë e muajit korrekt mund të jetë, ose mesi i muajit korrekt mund të jetë një afat optimal, gjatë së cilit mund të kemi thirrjen e seancës konstituive, dhe që tashmë numrat si të tillë diktojnë besoj një tempo relativisht të qetë sa i përket konstituimit të kuvendit, sepse lëvizja vendosje si Partia e dalë para nga zgjedhjet dhe partnerët e saj nga radhët e komuniteteve, nuk besoj që do të ka ndonjë problem sa i përket konstituimit të kuvendit, sado që nevoja për një marrëveshje politike në raport me zgjedhjen e presidentit do të mund ta diktojë edhe vetë dinamikën e zhvillimeve politike edhe sa i përket konstituimit të kuvendit, por edhe të zgjedhjes së qeverisë. Në rast se kuvendi do të konstituohet në pjesën e dytë të muajit korrekt, atëherë bie që mesi apo fundi i muajit shtator do të jetë afati i fundit kushtetues brenda së cilit duhet të zgjedhet presidenti apo presidentja e re e vendit. Në këtë drejtim, ky është afati më kategorik, derisa në rastin e zgjedhjes së qeverisë ekzistojnë 2 afate paralele. Pra në njërin anë është afati 60 ditor nga dita e mandatimit, dhe në anën tjetër është afati i tërësishëm prej 40 ditësh që përfshin 15 ditë për kandidatin e parë, i cili nominohet nga ana e presidentit, ushtruesit të detyrës apo në varësi se cila procedurë do të ndiqet e para, dhe në rast të dështimit eventual është afati 10 ditor për zgjedhjen e kandidatit të dytë dhe sërish 15 ditë për kandidatin tjetër, që në tërësi bëjnë 40 ditë, që i bie se për çështjen e qeverisë vendimarrja mund të jetë më së voni diku nga fillimi i muajit shtator, nëse jo edhe më herët se aq.
por duke qenë se çështja e qeverisë nuk pres të jetë problem për shkak të konfiguracionit të numrave, besoj çështja më e ndjeshme dhe potencialisht më problematike do të jetë ajo për zgjedhjen e presidentit, me afatin që besoj do të përfundoj nga mesi apo eventualisht fundi i muajit shtator, në varësi të procedurave që do ndiqen për konstituimin e kuvendit.